Thot Allahu mandushëm falamma qadayna alayhi al-mauta, kur ja shkrujtëm vdekjen Sulejmanit, ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi. Nuk ju tregoj atyre për vdekjen e Sulejmanit, përveç se ai krimbi i vogël që pa hante shkopin e Sulejmanit nga brenda. Falamma kharra, dhe kur Sulejmani ra, kharra do thot rzu, ra. Pa sistem, të më thanë ushtri. Të bejenet il gjinnu, e lau kanu ja'lamun el gajbe ma lebithu fil adhabil muhim, përfundimisht u sqaruan gjindët me vetën e vetë dhe u qartësuan, lidhi me gjindët, se në qëse do të kishin dit gajbin të shetën, ma lebithu fil adhabil muhim, nuk do të kishin qëndruar në ndëshkimin e dhimbshëm. Ta i kishte nënshtruar Sulejmani a.s. me vite për të bërë ato punë me fjalë që bënin. Dhe Sulejmanin e shikonin të mbështetur mbi shkop, ndërkohë që Sulejmani kishte vdek. Dhe kishte ndet me fjalë me vite, me fjalë në gjendje, ose një kohë gjatë. Dhe nëse do kishin ditur gajbin, tash cilin gajb? Atë të padukshmën. Do me thënë ata s'dishin se çfarë bën as krimbin në shkopin e Sulejmanit, përfituar din më tepër sa kaq. Mirë po, sikur Allahu mandushëm na e përgjigje ne në aktualitetin ton, dhe i ka dhënë dhe vazhdon të japi njerëzis deri në ditën e Kiametit që këto janë gjindët, mos i smadhoni, mos i egzagjeroni lidhe me çështjen e tyre dhe fuqinë e tyre. Mos i bëni aktor në jetën tuaj, dhe mos i bëni ato bërësit e jetës tuaj. Dhe pa kuptu, mos u jepni atyre cilësi hinore. U ngatrova me gruan gjindi, u ngatrova me vllajin gjindi, u ngatrova me burrin gjindi, u ngatrova me djalin gjindri, u ngatrova me cucën gjindi, u ngatrova me komshin magjia, nuk po me ecën puna mbar gjindi. Ngela apo me nuk dola me sukses fakultet magjia, gjindi magjia. Edhe gjithë mos marrëvajtjet e jetës i atribuojnë gjindit dhe magjisë dhe thot gjindi, sa i rrezikshëm pas kam qenë, se pas kam ditë më burrë. Thot Allahu mandushëm rreth parë. Innehu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Gjindi dhe shejtani, madje edhe ato që quhen marada, rebelat e gjindve nuk kanë pushtet. Madje këtë ajet kuranor Allahu mandushëm e sjell për këtë, për iblisin, që është kryetari i gjindve. Lejse lehu sultan, nuk ka pushtet, ala alladhina amanu, ndaj atyre që kanë besuar, ala rabbihim yatawakkalun, tek Zoti i tyre mbështeten. Dhe mjafton ky ajet kuranor, dhe mjafton ky fakt që na përmend Allahu mandushëm rreth Sulejmanit dhe rreth gjindve. Këtu në këtë kontekst për të kuptuar se gjindët s'kan lidhje fare, jo hini, jo doli, jo bëni, jo ktheu. Jo po kemi pas dëgjuar çuditshme, jo po dëgjoj, po u paralizu dora e djathtë, do thotë që gjindi ka hintru dhe ka kap hemisferën e majtë dhe nëpërmjet hemisferës së majtë komandon ato gjymtyrët me fjalë kraut djathtë. Jo po tu paralizu e majtë ka hyrë e djathtë ka Allah. Qëse ke dam lidhe me kujtesën, s'ke kujtesë. Do të thotë që gjindi ka hintru dhe ka kap këtë lobin frontal këtu me fjalë dhe komandon. Ja Allah, subhanallah. O rob të Zotit, bërësi tek njeriu është kush? Rabbul Alamin. Allahu mandushëm Zoti gjithë botrën, jo gjindi. Se kështu pa kuptu i japim gjindit atribute hynore. Pra e trajtojmë gjindin sikur ai është bërës i jetës tonë dhe është shkaktari i kaderit tonë. Ndërkohë që pejgamberi sa sem thot një hadith shumë thjesht. Kur të rëzoheni, shikoni, mos i atribuoni shejtanit duke thënë la'an Allahu shejtan, Zoti e mallkon shejtanin. Por çfarë të bëni? Thuaj Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshirues mëshirëplot. Bismillah dhe direkt. Urzove bismillah. Ndodhin e avari bismillah. Tram qaf dikush, thoj hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Se njerëzit që kanë përgjithësi tendencë me atribuar gjindit gjërat, edhe ke shamatat e përditshme atribuojnë gjindit. Jo po shive se po ta bësh analizën hollë gjatë, në fund ku del aty ke magjie. Patjetër të ketë magji. Po me fjalë i bën si puna historisë pleshtit. Dikush me një fjalë, nxënës jo i suksesshëm, kishte mësuar nga biologjia me vetëm temën e pleshtit. Vetëm atë temë ditë. Dhe u fut në provimin e biologjisë. Dhe i tha profesori, na fol pak tha për delen. Delja tha ka
lesh me fjalë me ndyrë dhe pleshti nuk rin aty ka lesh me ndyrë. Dhe për i dhoj filloi duke fol për pleshtin. Tha o djalë, tha, unë të pyeta për delin, tha jo për pleshtin. Mi tha, a fol për dhin. Tha dhia e ka vendin e përshtatshëm për pleshtin. Dhe aty rritet pleshti, dhe aty ku ka avall dhish ka dhe pleshta. Edhe filloi prapë të foli për pleshtin. Tha profesori, si ta ngecim këtë. Tha na fol për peshkun. Po, tha, peshku pikën më dobë të ti, tha, ka synin. Dhe armiku më i përbetuar i peshkut me i fjalë është pleshti, për shkak se ja shpon synin dhe filloi të flasë prapë për pleshtin, pleshti. Pra i thu këtyne njerëz, o rob Zotit, përmirëso marrëdhëniet me Allahun, e the bismillah, kupton. Ose ke problem, shko ke doktori, ore shko edhe ke psikologu, s'ka problem. Edhe siç me ktheu ke Zoti, përmirëso gjendjen me vetë, se përmirësohet gjendja kaq. Bukur gjithë jemi njerëz të sprovuar. Po gjindi, magjia, gjindi. Na thot Allahu më me këtë ngjarje. Te bëjen e til gjinnu, gjindet tashmë u sqaroi çështja e tyre, që nëse do të dinin gajbin. Po ç'është gajbi? Një nga gajbit kush është? Krimbi po hate kë shkopin e Sulejmanit. Atë gjë nuk e dinin gjindit. Përfiton tash e dihet gjindi, jo po lobi frontal, jo po hemisfera e djathtë e trudit, hemisfera e mat, jo po të ka paralizuar dorën e djathtë, shifë se të ka hinë hemisfera e mat, jo po kur i thush dil nga këtej, jo po mos dil anëse. E shja manzel Allah biha me sultan. Gjëra që si ka zbrit Allah më në shumë. As pejgamberi alayhis salam. Këto janë sjellje çfarë? Këto janë sjellje mesjetare, prej të cilave ka pasra kisha. Dhe me këto gjëra, si më thënë, mbante edhe njerëzit prej. Bukur, i mbate me fjalë në zap, edhe në interes të kujt, edhe në interes të mbretërve. Edhe në interes të mbretërve. Në këtë formë i mbate njerëzit peng. Kështu që muslimanët nuk duhet dim pre e kësaj. Mjafton një hadith, një dua. Bismillah tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Me emrin e Allahut, jam shtet Allahut, nuk ka forcë fuqi veç Allahut. Thot pejgamberi, kush e thot këtë dua në gjes, shejtani mallku bashkë me ushtrinë e vet, madje u thot ushtarëve të vet, largohuni nga ai person i cili ka thënë sot bismillah tawakkaltu ala Allah. Pra këtë dua, se ata e ka marrë në mbrojtje kush? Ata e ka marrë në mbrojtje Allahu mëndueshëm. Ata e ka marrë në mbrojtje kush? Allahu mëndueshëm, Zoti i Ebu Hurajra ishte roja e hurmave të zekatit. Një ditë ka një person, i tha do të çojë pejgamberit duke vjedh hurma, plak i vjetër. Natën, sa do të çojë pejgamberit, sa aman tha se kanë fëmijë pa bukë. El çojë Ebu Hurajra. Herën e dytë prapë një, herën e tretë tha tashmë ka ardhur momenti me të çojë pejgamberit. Tha më lço, tha se po më lçove do të mësoj diçka që po e lexove në mëngjes ka mbrojt Allahu për shejtanit deri në darkë dhe po e lexove në darkë ka mbrojt Allahu deri në mëngjes për shejtanit mallku. Çfarë është kjo tha ajeti kursi? Sa është ajeti? As 30 sekonda as më e lexu. Madje as 15 sekonda. Po ta numërojmë tash, maksimumi 10-15 sekonda më. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum deri në fund. Shkoi ke pejgamberi sa, i tha kështu shumë ka ndodhur. Po tha, dhalikumu shejtan, ai ishte shejtani sadaqaka wa huwa kadhub. Ai thot ka thënë vërtetën edhe pse vetë është mashtrues. Ai është vetë mashtrues. Ai fjalë megjithatë ka thënë vërtetën. Domethënë, kush e lexon ajetin kursi mëngjes e ka mbrojtur Allahu mëndueshëm për shejtanin deri në darkë, edhe kush e lexon darkë e ka mbrojtur Allahu mëndueshëm për shejtanin deri në mëngjes. Thot pejgamberi alayhis salam, ai fëmijë që ngjizet me bismillah kur bashorti me bashortën e vet, afrohen me bismillah, atë fëmijë nuk e prek ma shejtani. Subhanallahu. Tamam? Allahumma jannib në shejtane, o jannib e shejtane ma rëzaktëna. O Allah i madhnushëm në e largoj shejtanin dhe largoja shejtanin aty në pra sabive ose trashëgimtarve që ti na ke dhënë. Kaq, thot pejgamberi kush e bën këtë dua, pas se të ngjis fëmijën e tij me urdhën e Zotit, atij fëmia nuk i afrohet më shejtani më kurrë. Kaq, marrë puna. Shejtani, gjindi shejtani. Ndërkohë që vet Haruti dhe Maruti, kur erdhën në Babiloni për të mësuar magjin, kur afroheshin, u thonin çfarë? Inma nahnu fitnatun fala takfur. Ne jemi sprov, pra ne mos bëj kufër. Pra vetë me këtë magji vetë është kufër. Megjithatë thot, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. Dhe ata, magjistarët, nuk mund të dëmtojnë përveç se me kë. Përveç se me lejen e Zotit. Pa edhe magjia vetë nuk bën dëm përveç se me lejen e Zotit, marrë punën. Gjindi shejtani magjistari, gjindi shejtani. Pra bëhet me fjalë gjindi pjesë e shtëpisë, pa dashur me pjesë. Dhe që thot pejgamberi, kush i në shtëpi me bismillah, shejtani ka ngel për jashtë. Kush veshet me bismillah ka ngel lavuriç, kush han me bismillah ka ngel urit. Kaq.
Kush del nga shtëpia me bismillah, nuk ka punë shejtani vetë. Kaq, kjo është forca e shejtanit më të. Që do të thotë duhet me qenë shumë i denigru që shejtani të vjet luaj me ty. Se mjafton një bismillah që ta marr me 4. Kaq, shumë i thjeshtë. Jo me energji, përfitiro të thush njeriu, vetëm pak. Edhe ju që jeni këtu, edhe ju që na ndiqni, vetëm këtë pyetje ti bëni vetes. Përfitiro të thush njeriu që ti në damarët e tu ke shejtan, ke xhin. Përfitiro. Të lirë të luan qerpiku i syve dhe anormalitet. Një aritmi zemre edhe ti thot bismillahirrahmanirrahim. Një aritmi zemre. Se është anormalitet shumë i madh. Përfitiro të thush njeriu që ti ke xhin në trup. Ja shkatroje, mos harroni këtë, edhe ju që dëgjoni nëpërmjet Facebook, ja ke shkatruar jetën. Kush i thot tjetri që ti ke xhin, le ta di që është duke bërë një haram të madh, edhe le ta di se është duke ja shkatruar jetën robit të Zotit. Sepse ti që pretendon që tjetri ka xhin, e para me fjalë duke fol ngajb, duke pas parasysh se xhindi është gajb, dhe ti je duke fol pa fakte. Sepse ato shenjat që ti pretendon se janë shenja, xhindi i kanë me qindra dhe me miliona njerëz që nuk kanë xhind. Prandaj ti po flet për gjë shumë të madhe pa fakte. Dhe për çështjet e gajbit do të më fol me argumente të prerë, ndërkohë që ti s'ka asnjë argument të prerë. Dhe veç fakti që je duke bërë një gabim shumë të rëndë shkencor, je duke bërë çfarë? Duke ja shkatruar jetën tjetër. Përfitoro ti thosh diku ti ke xhin në trup. Ose përfitoro ti thosh diku që ti patjetër ka bërë një magji dhe ato ëndra që shef ti do të kesh një magji ke shtëpia. Thotë tjetër për shkak ka pa ëndra që kanë pa xhin ke shtëpia. Allahu. Se ka që kolla që ka me pa xhin. Ndërkohë që pejgamberi ka thënë, ata na shohin ne në dunjë, ne nuk i shohim. Ka thënë pejgamberi, ata na shohin, ne nuk i shohim. Në ahiret ne do t'i shohim, ata s'na shohin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Plus sa është një botë gajb. E pa dukshme. Si pretendon ti të ka një të rëma? Mi çfaz. Je po përvoja, pyetja mi përvoja. Po ai fillimi i përvojës si erdhi? Do të thotë që ja ka fut dikush ja ka fut kot, pastaj është kriju si përvojë. Se do të më u kthy ke fillimi i përvojës. Si u krijua e përvoja? Që do të thotë i pari ka gabuar që ka nis ta krijojë këtë përvojë. Sepse kjo përvojë krijohet mbi fakte, mbi argumente. Do të thotë ja ka fut kot ai, edhe është krijuar me këtë përvojë kot. Pa argument një dhe dy dhe ja shkatron jetën. Njëf me, nuk po them me 10, po njëf sa du që u shkatron jetën vetëm që ka xhin. Ka xhin. Dhe përfitironi me një fjalë Saddam i bëhet njeriu me programin nervor. Programimi nervor dihet njëhet dhe është bërë eksperimentuar edhe nga gjermanët në luftën botërore. Ç'është programi nervor? Le ta shpjegoj me një shembull. Dhe dihet me që gjermanët kanë bërë eksperimente shnjërzore në luftën botërore. Kanë marrë disa prej robët e luftës, ja kanë mbyllë syt dhe i kanë thënë do të fusim një agur në trup, dhe prej se agoje do të dali gjak, pika, dhe ja kanë vendos legenin poshtë dorës që i kanë bërë agon, dhe i kanë thënë brenda 12 orëve do vdesësh për shkak të kullimit gjakut. Ka filluar të kulloj, pika në legen, edhe ai ndjente tik, në krye 12 orë ka vdekë. A dini cila ishte çudia më e madhe? Se ajo agoja ishte e mbyllur dhe nuk dilte gjak, ajo që pikonte ishte uji. Nga jashtë trupit njeriu. Mirë, njeriu fillon dhe programon veten e tij në aspektin nervor dhe ndodh ajo që e programon. Tash cili është argumenti për këtë fjalë e pejgamberit? Çfarë thotë pejgamberi? Mos harroni këtë hadith. La tatamaradu fatamradu. Mos u shtirni si smur se do të smureni, subhanallahu. La tatamaradu fatamradu. Mos u shtirni si smur se smurni. Ti e merr një xahil, sa xahil është ai, mos harroni vëllezër, edhe ju që dëgjoni. Ai që shkon në durr të tilla është xahil. Nuk i din këto gjëra që ne sapo diskutojmë. Se kush i ka dëgjuar këto ajete kuranore, këto hadithe, kur nuk merr rrugën të poshtrojë veten e vet dhe të shkojë në durr të tilla. Harroni këtë. Le pastaj kur dëgjojmë forma të tilla që është rritje në portollë në gjunin kraharor, dhe ishte i fortë, madh e fortë. Shkon një thot shtriu, dhe pse se ke xhin duhet me nxjerr xhinin, dhe ju gjunin në kraharor duke i nxjerr xhinin. I thot o zotëri, ose të umra. Shikoni thot flet xhindi, o budallah, ikse po flas unë jo xhindi, se po pusho zemrën. Pra ka budalli që tilla sa dush. Me ka marrë. Tashimi që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la tamaradu fatamradu. Mos u shtirni si smur se do smureni.
Momenti që fillon njeriu dhe i thotë vetes vet, unë jam smur, nuk jam mirë, jam keq, jam i smur, smuret. Pse thot Allah ma shumë, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit derisa të ndryshojnë atë çka në veten e tyre. Pse thot pejgamberi sa se Allahu ma shumë e do optimistin. Çdo thot optimizëm, jo mirë. Pse thot Allahu ma shumë ana inda dhanni abdi bi. Unë jam tek mendimi i robit për mua. Jam mirë, thotë ka për ta buzot e mirë, ka për ta buzot e mirë. Se Allahu na vëllësh nuk e kufizon asgjë. Ka latë të marrë adukë për të mëdu. Të shi profitiro, ti thush njëri ti këtë gjinë, e fatikisht s'ka gjinë. Sepse ato simptoma që ti thume i faktojnë shkinja gjindi, bukur. Profitiro të shi e thotë, kur i fillon në lexon Kur'an, e s'do me të gjuhë Kur'an, normalisht, pse? Sepse ai natyrshëm ka të gjuhë që një nga shenjat që ke gjind, e ka të gjuhë për vojat e famshme, një nga shenjat që ke gjind është kur vjet Kur'ani ti s'do me të gjuhë. Edhe ai ka programuar edhe se është i smur psikologjike, dhe ka programuar në këtë formë. Jo po bërtasin dhe ulërasin që si video. Normalisht një person që ka kaluar në skizofreni, ashtu do bëj. Një person me ngarkesë negative ekstreme, ashtu ka për të bëj. Madje njeriu ka ashtu energjish të brendshme, energji të jashtëzakonshme të brendshme, saqë me fjalë mund të do madhe forca e shembe dha shtyllur me grusht. Dera aty mund të arrijë energjia e brendshme e njeriu. Po të ketë përqendrim të energjisë, edhe ato e shen, me grusht. Edhe ato mund ta bëjë. Dhe kjo është dijen vete me fjalë, po është muhabet tjetër. Deri tu shkon. Pastaj manipulimi sot ka rritë ekstreme. Prandaj edhe një herë kujdes me këto lloj gjërash. Prandaj na sjell Allahu më shumë këtë lloj detaj. Falamma kharra tabayyanat al-jinn. Kur ra Sulejmani, u sqaru puna e xhinëve, se nëse do ta dinin gajbin, do të thonë ata nuk dinin as krimin që kishte hija, jo po din me hijen e dalë, ka për këtu trurin e ka të dorën atje, etj. Që se do të dinin gajbin, dinin as krimin që po hate shkopën e Sulejmanit, nuk do kishin qëndruar në ndëshkim të dhimbshëm. Nuk do kishin qëndruar në ndëshkim të dhimbshëm.